Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 4, data 4 qershor të 2026. Një ditë mjaft ndryshe nga ditët e tjera, që kërkon pak vëmendje. Kërkon vëmendje sepse duke pasur parasysh Mërkuri nga gaforja që formon një katërkëndësh me Neptunin, një ditë që më tepër lidhet me ndikimin e anës shpirtërore, por në anën tjetër duhet zgjidhur disa probleme që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me karrierën, por pak kujdes do të bëjnë shenjat, siç është Dashi, Gaforja, Peshora, Bricapët, të lindur të ditësh të parë ose ata që kanë ascendente me këto shenja, sepse ndryshe gjykojnë, ndryshe mendojnë dhe mund të keni disa keq kuptime, sepse të tjerët juve mund ta mbani fjalën, por të tjerët nuk e mbajnë fjalën dhe kjo është pak a shumë problem për juve, sepse ndryshe juve pritni të zgjidhni një çështje të pazgjidhur dhe vjen momenti, periudha pastaj që nuk janë gjërat aty ku duhet. Por megjithatë, është një nga çështjet më të mëdha, një çështje që janë